edhe me një lehtësim të papar, sepse nga shumë gazetarë, nga mediat, por edhe nga politikanë është komentuar që ka mbretëruar në një farë forme një lloj ngërçi politik, sepse deri më tani, domethënë ishte akoma disi mbretëronte një lloj konfuzioni se kush do të zgjedhet, çfarë procesesh tani e mëtej do të vijojnë dhe kush nga cila parti, domethënë nga koalicioni SPD, CDU, CSU do të marrë poste të ndryshme, cilat figura do të jenë tani në funksione të reja, dhe kështu që me ditën e sodit vërtet janë zhvilluar shumë aksione, domethënë në njërin anë veç se dihet tani për disa figura kryesore politike që kanë marrë poste të rëndësishme në qeveri, ndërkaq që paralelisht edhe sot është zhvilluar një ceremoni të themi lamtumirëse. Pra sot është dita e fundit e kancelarit që ishte deri më tani Olaf Scholz, dhe kështu që ishte një mbrëmje e cila posa ka përfunduar me një ceremoni të papar ku merrnin pjesë të gjithë figurat e rëndësishme politike. Pra, sot ka qenë me të vërtet një ditë ku janë zhvilluar shumë aktivitete që kanë qenë me të vërtet shumë të rëndësishme për të ardhmen dhe për të tashmen e Gjermanisë. Përveç që do të bëhet kancelare Merci, çka ka fituar partia ti, subjekti ti në këtë koalicion? A do ta ketë pra fuqinë kryesore? Po, fuqinë kryesore, po ndonë se ju sigurisht I keni përcjellur edhe proceset që ishin të mëparshme politike, domethënë vetë ecuria e zgjedhjeve, kuptohet që Friedrich Merz dhe partia CDU-CSU, domethënë Unioni CDU-CSU kanë pasur natyrisht edhe shpresa më të mëdha se do të kenë një numër më të madh të votave, ata madje edhe e patën bërë si prognozë që luftojnë të ketë një numër mbi 30-shin. Ata qëlluan pothuajse në kufi të 30-shit, nuk ishin shumë të kënaqur me rezultatin, duke ditur faktin se AFD-ja ishte një nga partitë që pati domethënë vendin e dytë për nga fuqia e votimeve. Ishte një lloj të themi një fitore piros, domethënë ishte edhe një fitore, por edhe pak a shumë edhe një lloj mos kënaqësie, sepse ata pritnin një rezultat më të mirë, por megjithatë tani Friedrich Merz pra me Unionin CDU-CSU është në vendin e parë dhe kuptohet që tani do të qeverisin, ndonse me shumë sfida. A është vonuar krijimi I qeverisë së re edhe në Gjermani, zona Hajdari? Është vonuar, por unë do ta interpretoja ndoshta që vonë, por sigurt, sepse dihet që të kthejmë edhe një herë pyetjes së mëparshme që më pyete se a ka humbur apo a ka fituar kancelari Merz. Dihet që kancelari Merz do ta presin tani, siç thash, sfida të mëdha, duke qenë se për momentin si në aspektin e politikës së jashtme, po ashtu në aspektin e politikës së brendshme janë duke u zhvilluar procese